Trotuarët e dëmtuara, shtyllat të rrëzuara dhe segmentet e hapura të pambaruara, rruga drejt simbolit historik të Shkodrës Kalas Rozafës. Sidomos trotuarët kanë pësuar dëmtime të ndjeshme, ndonse përmes tyre kalojnë mbi qindra mijë turistë në vit. Në zemër të një prej atraksioneve më të vizituara të Shqipërisë, Kalas Rozafës, rruga që duhet të ishte një kartolin mikpritëse që mira vizitor në ditë, paraqitet si një shembull as pak i mirë, që nga parkimi publik deri në qafë. Trotuarët janë dëmtuar rënd, pusetat janë të thyera, shtyllat e ndriçimit rrëzuara dhe segmentet e tjera janë hapur për punime, por janë lënë pa u asfaltuar. Ajo që duhet të ishte një rrugë model për turizmin shkodran nuk është as pak e tillë. Me një gjatësi prej më pak se 200 metrash, nuk ka asnjë justifikim që ky segment të mos jenë një ndër më të mirëmbajturat të qytetit të Bashkisë së Shkodrës. Ajo ka obligime të ndërhyrë menjëherë për t'i dhënë dinjitet kësaj rruge që shon drejt një thesari më të rëndësishëm historik kulturor të Shqipërisë. Nuk duhen harruar se në fund të ditës çdo turist që ndeshet me këto pamje largohet me një kujtim të keq, jo për Kalan, por për rrugën që e shon drejt atje. Turizmi gjithvjetor në Shkodër kërkon dhe përkujdesje gjithvjetore, duke nisur nga rruga e Kalimit, fakti që nga fillimi i këtij viti dhe deri sot Kalaja Rozafës është vizituar nga rreth 150.000 vizitor. Tregon rritjen e ndjeshme të investimit për turizmin historik kulturor, i cili preferohet gjatë gjithë vitit, prandaj është e patulerueshme mungesa e vëmendjes në funksion të kësaj arritje.